Кандидатурата на Невзат Бејта за градоначалник на општина Гостивар дојде како изненадување на политичката сцена. Иако подолго време беше надвор од политиката, тој вели дека се уште има енергија за да придонесе и дека не се чувствува исцрпен. Në demokraci matët fuqia një politikani sa ka mbështetës. Nëse ti e hek nga partia një antar i cili ka mbështetjen e shumicës votuese, atëherë një dëshpron votuesit edhe dal nga dala ajo parti shkatrohet. Nëse ti rreth vetën ban qoftë i ri, qoftë i vjetër, por nuk ka mbështetjen e votuese edhe nuk rrin me votuesit. Unë për vetën teme, unë asnjëherë nuk jam shkëputur nga votuesit dhe nga qytetarët dhe gjithnjë kam qenë me ta. Bejta ќе se nadprevарува како kandidат na vlen. Иако оваа коалиција лошо помина во првиот круг, Бејта е уверен во победа, бидејќи како што рече, ќе смета и на гласовите од УИ. Mos them gjithë, po shumica e votuesve dhe aktivistëve do votojnë për mua. Se unë asnjëherë nuk e kam kritikuar kryetarin Ali Ahmetin. Asnjëherë nuk i kam ofenduar votuesit e mi dhe antarët e mi. Ofendime drënda ndaj votuesve të BDI-s, edhe antarëve të BDI-s, edhe ndaj liderit të BDI-s ka bërë Arben Taravari. Ka thënë fjalë aq të rënda që nuk mund t'i thotë një njeri që ka pak mend. Невзат Бејта претходно беше градоначалник на Гостивар во 2 мандати, а ова ќе биде неговата 6-та кандидатура за градоначалник на оваа општина.